Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Lavdi, falenderimi dhe adhurimi janë për Allahun krijuesin absolut të gjithësisë, vetëm atij mbështetemi dhe vetëm prej tij kërkojmë faljen e mëkateve tona, mbulimin e tmetave tona si dhe pranimin e veprave tona. Salavatet, selamet dhe përshëndetjet më të përzemërta dhe më të sinqerta çdo herë dhe pa ndërprerje ja adresojmë Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam, familjes së tij, shokëve të tij dhe gjithë pasuesve të traditës së tij deri në ditën kur nuk do të ekzistojë më kjo gjësi. Vëllezër të nderuar dhe motra të respektuara, lutim Allahun e Madhërisëm që të na ketë pranuar agjërimin dhe gjitha ibadetet edhe të kësaj dite të bekuar, sikur se kërkojmë nga madhëria e tij që të na mundsoj arritjen e përfundimit këtij muaji si fitimtare faqebardh, duke arritur kënaqësinë e Allahut dhe duke u mëshiruar me mëshirën e tij për tu përzgjedhur prej banorëve të xhenetit, inshallah taala. Një prej çështjeve më të thella dhe më të rëndësishme që ne kemi nevojë ta dimë, që ta trajtojmë, është çështja e qarjes apo derdhjes së lotëve për hir të Allahut subhanahu wa taala. Në një kohë ku zemrat janë ngurtësuar tepër, në një kohë ku zhurma i ka lodhur zemrat tona apo sytë tanë, ekranët i kanë tharë sytë tanë dhe jemi bërë për atyre që shumë pak lutojmë për hir të Allahut subhanahu wa taala, është e udhës që t'ja përkujtojmë vetes dhe gjithë besimtarëve tjerë se kjo çështje është prej çështjeve më të rëndësishme për t'i përjetuar. Nga se një lot që rrjedh për hir të Allahut është më me vlerë dhe më është përblyer tek Allahu sesa një mal adhurimesh pa ndjenjë dhe pa emocion. Të lutosh për hir të Allahut, kjo dëshmon për gjallërinë e zemrave tona. Kushdo që nxjerr lot për hir të Allahut nga frikë respekti ndaj Allahut subhanahu wa taala, kjo tregon për gjallërinë e asaj zemre. Kjo tregon se në atë zemër ka iman, ka mall për takimin me Allahun subhanahu wa taala, ka frikë respekt për kufijtë e Allahut të Madhërisëm. Andaj Allahu jashtëzakonisht lart i vlerëson ata besimtarë të cilët bien në sejdë për hir të Allahut dhe kur bien në sejdë ata lutojnë për të. Wa yakhiruna lil adqani yabkun wa yaziduhum khushu'a. Allahu thot, këta besimtarë me fytyrat e tyre bien pra në sejdë dhe këtë e bëjnë duke qarë, duke derdhur lot për hir të Allahut Madhërisëm. Dhe kjo thot atyre u ashton për uljen ndaj Allahut. Ajo përulësia që ne e përmendëm mbrëm dhe thamë se ajo realisht është shpirti i ibadeteve tona. Pastaj Allahu i Madhërisëm përmes këtij ajeti na tregon se qarja nuk është dobësi, të qash për hir të Allahut, kjo nuk është dobësi, përkundrazi kjo është fuqi. Është fuqi e shpirtit, sepse është reagimi i zemrës kur përballet me madhështinë e krijuesit të saj. Sa herë që zemra përballet me madhështinë e krijuesit të saj, derdh lot për hir të tij, nga malli, nga dashuria dhe nga respekti që ka për të. Allahu tregon se për shkak të imanit sinqert, zemrat e besimtarëve rënqethen sa herë që e kujtojnë Allahun. Allahu thot: "Innamal mu'minuna alladhina idha dhukira Allah wajilat qulubuhum." Besimtarët vërtet janë ata të cilët kur u përmendet atyre Allahu, sa herë që u përkujtohet atyre Allahu, qoftë përmes ajeteve të Kuranit në mënyrë direkte, qoftë përmes këshillave të dikujt tjetër, ata e përjetojnë thellë saqë u rënqethen zemrat e tyre. Nëse të rënqethet zemra sa herë që përkujtohet Allahu nga ti në mënyrë direkte apo nga dikush tjetër, dije se në zemrën tënde ka gjallëri, në zemrën tënde ka iman, madje iman të shëndosh. Gjithashtu, kjo tregon se zemra që rënqethet për hir të Allahut është e gjallë dhe syri që qanë për hir të Allahut ndjen, ka emocion. Lotët që shpëtojnë nga zjarri i xhenemit janë lotët e një besimtari që rrjedhin nga dashuria për Allahun, nga malli për të. Prandaj pejgamberi Allahut sallallahu alaihi wasallam në një hadith madhështor thot: "Aynani la tamassuhum an-nar." Dy lot apo dy sy nuk i ka plon zjarri i xhenemit. Kush janë këta sy apo kush janë këto lloje sysh? Thot pejgamberi Allahut sallallahu alaihi wasallam: "Aynun bakat min khashyatillah", një sy që çan nga frikë respekti për Allahun. "Wa aynun batat tahrusu fi sabilillah", edhe një sy që ruan në rrugt të Allahut. Pra një sy që çan për hir të Allahut dhe një sy që ruan për hir të Allahut. Një sy që çan për hir të Allahut është ai sy që kur i sheh ajetet e Kuranit, kur i dëgjon ato, kur i ndjen ato, çan natyrshëm
del ajo nga zemra, nga shpirti, nga malli për Allahun. Dhe një sy që ruan për hir të Allahut është ai sy i cili bëhet sy vrejtues për të garantuar siguri për të tjerët. Syri i ushtarëve, syri atyre që i ruajnë familjen, sidomos në situata të rrezikshme. Andaj këto dy lloje sysh janë për syve që nuk i ka plon zjarri i xhenemit. Dhe i pari për tyre ishte ai sy që çan për hir të Allahut subhanahu wa taala. Një prej 7 kategorive të cilive Allahu ua ka garantuar strehimin në hijen e arshit të tij në ditën e gjykimit, në ditën ku nuk do të ketë hije tjetër përpos hijes së arshit të tij, është edhe kategoria e atyre besimtarëve, e atyre të rinjeve dhe të rejave që vetmohen me Allahun dhe çajnë për hir të tij. Wa rajulun dhakara Allaha khaliyan fafadat aynah, ka thënë pejgamberi Allahut sallallahu alaihi wasallam, në kuadër të 7 kategorive që do të strehohen në hijen e arshit të Allahut në ditën e gjykimit, është edhe kategoria e atyre të rinjeve dhe të rejave që vetmohen për hir të Allahut, vetmohen me Allahun, i përkushtohen vetëm Allahut, i caktojnë vetes disa çaste, disa minuta apo disa orë që adhurojnë Allahun përmes tyre dhe nuk merren me asgjë tjetër përpos me Allahun. Dhe gjatë këtij procesi devocional ata çajnë për hir të Allahut, janë të mallëngjyer për të takuar Allahun. Për ta nuk ka siguri, nuk ka streh, nuk ka mirësi më të madhe se sa adresa hynore, se sa adresa Allahut. Nuk ka adresë më të sigurt se sa Allahu, kur ti i nxjerr nga brendia jote gjitha dhimbjet tua, gjitha telashet tua, gjitha problemet tua, gjitha dëshirat dhe kërkesat tua. Askush nuk kupton më mirë se sa Allahu, dhe askush nuk mund të t'i zgjidhë problemet më mirë se sa vetë ai. Andaj çdo kush që Allahu e ka të parin, ai do të mbetet për herë i pari. Ai kur nuk do të ngelet i fundit. Çdo kush që e vendos Allahun të parin dhe këtë raport e ndërton mbi një respekt maksimal, saqë sytë e tij lotojnë e burimi i këtyre lotëve padyshim se është zemra dhe shpirti, Allahu do ta merr përsipër këtë njerëz. Allahu garanton për këtë njerëz. Madje përmes gojës mistike të Muhammed Mustafas sallallahu alaihi wasallam ka garantuar që për shkak të këtyre lotëve të sinqert nuk do ta kaploj zjarri i xhehenemit. Lutim Allahun që të na bëjë prej tyre ya rabbel alamin. Por është një problem që neve vazhdimisht është duke na shoqëruar, sidomos në kohën e fundit. Pse nuk po çajnë zemrat tona? Pse nuk e kanë këtë ndjeshmëri sikur se e kishin të parat e ummetit, duke filluar nga Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, i cili çante shpesh për Allah, i cili lutonte aq shumë për hir të Allahut, saqë transmetimet tregojnë se i vlonte gjoksi nga vaji i madh, sikur se vlon ena kur zihen. Pra aq shumë ka çaj, ka dënes për hir të Allahut subhanahu wa taala, pejgamberi Allahut sallallahu alaihi wasallam, donë se ka qenë njeriu më i ditur, më i ngritur, njeriu më i fuqishëm, por fuqia reale buron nga shëndëshmëria e brendshme, buron nga lidhja jonë me Allahun, buron nga qiltërsia jonë në raportin tonë me Allahun subhanahu wa taala. Andaj, një sy që luton për Allah është sy i ngritur. Një sy që luton për Allah dëshmon për fuqinë e një besimtari të sinqert. Kështu ishte edhe Abu Bekri radhiyallahu anhu, i cili aq shumë prekej, aq shumë ndikohej dhe emocionohej kur lexoheshin ajetet e Allahut, saqë ndërpritej zëri i tij me vaj. Prandaj edhe ishte reagimi i Aishës radhiyallahu anha me të drejtë kur pejgamberi Allahut sallallahu alaihi wasallam ishte në agoni të vdekjes, urdhëroi që imam t'u dilte njerëzve Abu Bekri. Ajo tha: "Ja Rasulullah, baba im tha është shumë i ndjeshëm, sa herë që i lexon ajetet e Kuranit, ai ndikohet dhe fillon e çan. Mos kjo do të ketë ndikim negativ tek xhamati, pra do ta shpërqendroj xhamatin nga përkushtimi." Përkundrazi pejgamberi Allahut e pa këtë si vlerë dhe tha: "Urdhërojeni Abu Bekrin, le t'i fal njerëzit, le të bëhet imam i tyre." Kështu ka qenë edhe Omeri. Kush ka qenë Omeri? Që zakonisht ne e njohim Omerin si njeri shumë i ashpër. Nuk është e vërtetë. Omeri nuk ka qenë i ashpër. Omeri ka qenë i drejtë. Dhe ti jesh i drejtë, për ti jesh i ashpër ka dallim. Omeri ka qenë temperament, por ka reaguar atë kur janë shkel të drejtat e njerëzve. Prandaj quhet El Faruk. E ka quajtur pejgamberi Allahut Faruk, dalluesi i të vërtetës nga e pavërteta, ai që nuk lejon me u shkelë drejta dikujt. Edhe pse ka qenë njeri i drejtë për drejtë, edhe pse ka bërë reagimet më njëhershme, ai ka qarë aq shumë sa që i ka pas 2 vija në përshkrimin e figurës së tij, në përshkrimin e pamjes së tij, i ka pas 2 vija në faqe për lotëve të shumta që i ka dhënë për Allahun subhanahu wa taala. Kretja kanë ditë që këto i ka për lotëve të shumta që i ka dhënë për Allahun e Madhrishëm.
si të bëhemi ne, si ta trajsojmë ne këtë rrugë, sidomos në këtë kohë ku materializmi na ka glabëruar, zemrat tona janë ngurtësuar, kemi shumë nevojë me i identifiku edhe defektet tona, edhe mi diagnostifiku sëmundjet tona. E para për tyre është arsyeja e ngurtësimit zemrave nga gjunahet. Besimtarë nderuar, vëllezër dhe motra, është nevojë imediate që secili prej nesh ta hulumtoj gjendjen e zemrës vet. Ti hulumtoj, ti numroj madje edhe ti shënoj nëse është mundësia dhe nevoja gjunahet që i gjen dhe që i zbulon në zemër. Një person që vepron kësaj në raport me zemrën e tij, ja do të mirën zemrës vet, ja do të mirën jetës vet, xhenetit vet, ahiretit vet, takimit me Allahun subhanahu wa taala. Kështu kanë qenë sahabët e nderuar. E gjithë veprimtaria e tyre jetësore ka qenë si ta përmirësoj veten, si ta afroj veten me Allahun, si ti eliminoj smundjet e brendshme, si ti shtoj mirësit, si ti avancoj cilësitë e mira që mund t'i kem. Kjo ka qenë qasja e sahabëve nderuar. Prandaj ata kanë arrit me ndriçu botën. Me çfarë? Me devotshmëri, me devotshmëri reale, me fetari reale, jo fetari shterpe, jo për sy e faqe, por me sinqeritet plot edhe vetëm për hir të Allahut Madhërisëm. Pastaj shkaku i dytë është se syt janë mbush me haram. Një sy që mbushet me haram, që mësohet me haram, e ka pothuajse të pamundur me qajt për Allah. Është e pamundur një sy që mësohet me pa haram vazhdimisht me qajt për Allah, sepse imazhet që i përvetson syri i përçon tek zemra. Dhe këto janë të ndëlidhura. Ato imazhe të harameve e pengojnë për uljen e zemrës, e pengojnë pastërtinë e zemrës, edhe e pengojnë që ajo pastaj me nxjerr lot për hir të Allahut subhanahu wa taala. Pastaj koha e harxuar në shpërqendrim, kur merremi me gjëra të parandësishme, zemra jonë mbushet me gjëra të parandësishme, me gjëra të kota, saqë pastaj nuk i ngelet asaj hapësirë me u marr me krijuesin e saj. Nuk i ngelet asaj hapësirë me u marr me atë që e ushqen dhe me atë që realisht ja garanton mirëqenien. Është vetëm Allahu ai që i garanton mirëqenien zemrave tona, asgjë tjetër. Çdo gjë tjetër që ekziston është mjet, që ekziston fal Allahut, dhe kaq Allahu është qëllim. Dhe nëse zemrat tona nuk ushqehen me qëllim, por ushqehen me mjete, atëherë do ta çrregullojmë atë deri në atë nivel saqë pastaj ajo do të ngurcohet. E Allahu flet për disa zemra në Kur'an që janë të ngurta më shumë se sa ngurtësia e gurëve, e shkëmbinjeve. Thumma qasat qulubukum min ba'di dhalika fahiya kal hijara. Pastaj thot Allahu, u ngurtësuan zemrat tuaja dhe u bën sikurse gurët. Au ashaddu qaswa, madje edhe më të ngurta se sa gurët, sepse Allahu pastaj vazhdon dhe i tregon disa lloje gurësh që nga respekti për Allahun ato ndjejnë devotshmëri, ndonë se janë krijesat ngurta, por e madhrojnë Allahun. Ka prej gurëve që shpërthen prej tyre ujë, burime të shumta, lumenjesh, gurash. Këto dëshmojnë për gjallërinë e tyre. E ka prej gurëve, thot Allahu, që rrotullohen nga frika e Allahut. Jo rastësisht rrotullohen gurët nga bjeshkët dhe nga kodrat. Rrotullohen, thot Allahu, nga frika që kanë për Allahun subhanahu wa taala. Dhe Allahu është njohur si më i miri krijesave të tij. E Allahu thot, sikur ky Kur'an ti zbriste gurit, ti zbriste malit, ti zbriste kodrës, do ta çante atë nga përgjërimi dhe nga madhështia që e përjeton fjalën e Allahut subhanahu wa taala. Allahu e ka zbrit në zemrat tona, dhe zemrat tona nuk po përgjërohen, zemrat tona nuk po përulen siç Allahu dëshiron dhe siç ai e meriton nga ana jon. Lutim Allahun e Madhërisëm që na bëj për besimtarëve që rënqethen kur i dëgjojnë fjalët e Allahut, që t'i pastrohen zemrat e tyre me përmendjen e Allahut, që zemrat tona të qajnë për hir të Allahut, që sytë tonë të njohen me lotët për hir të Allahut. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم والحمد لله رب العالمين.